Dashi, gjatë kësaj dite do të pranoni me mendje të hapur edhe mangësitë tuaja dhe do të punoni me përkushtim për të korrigjuar sjelljet që nuk ju përshtaten. Në marrëdhënie do t'i jepni një rëndësi absolute jetës suaj në çift, duke u siguruar që marrëdhënia me partnerin të jetë jashtëzakonisht e veçantë. Ju beqarët do të ndiheni të mbingarkuar nga yjet, pasi takimet që keni ëndërruar nuk do të realizohen. Në punë do t'ju kërkohen disa detyra me urgjencë dhe megjithse ndoshta do të ndjeni ankth dhe shqetësim, do t'i përfundoni ato brenda afatit. Gjendja financiare do të fillojë gradualisht të përmirësohet dhe do të keni mundësi të realizoni investime afatgjata. Demi, kurreshtja do t'ju nxjisë të provoni gjëra të reja gjatë kësaj dite. Nuk do të ndiheni të frikësuar për të eksperimentuar në çdo fushë. Nëse jeni në një marrëdhënie, do të konkretizoni disa projekte për jetën në çift dhe do të ndiheni më të plotësuar. Harmonia dhe mirëqenia do të dëmsojnë ambientin gjatë gjithë ditës. Ju beqarët do të njiheni me persona tërheqës, me të cilët do të jetë e vlefshme të ndërtoni një lidhje. Në ambientin profesional do të veproni me ambicie dhe do të arrini sukses të madh. Edhe pse mund të ndjeni pak lodhje, arritjet do t'ju çlodhin shpejt. Në planin financiar, megjithse të ardhurat janë të mira, duhet të shmangni shpenzimet e mëdha. Binjakët, dielli do t'ju ndriçojë mendimet dhe do t'ju nxjisë të fiksoni me saktësi objektivat tuaja. Bëni një listë të qartë të detyrave kryesore, në mënyrë që të mos u përzini. Jeta në çift do të jetë gjithsej e qetë dhe pa probleme të mëdha. Edhe pse ndoshta do të ndjeni një tundim të fortë për dikë të ri, nuk do ta tradhtoni atë që keni pranë. Nëse jeni beqar, ka shumë gjasa që do të gjeni personin e ëndrave dhe do të ndiheni të plotësuar. Në punë, motivimi juaj do të mbizotërojë dhe do t'ju çojë drejt suksesit. Do të bëni përpjekje të vazhdueshme për të arritur qëllimet, edhe nëse duhet të bëni disa sakrifica. Në planin financiar duhet ta përforconi menaxhimin sot për të siguruar një të ardhme të qëndrueshme. Gaforja. Sot do të kaloni ditën me humor të keq dhe gjërat nuk do të ecin ashtu siç keni menduar. Nëse jeni në një marrëdhënie, keqkuptimet do të jenë të shpeshta. Nuk do të reagoni në mënyrë të përshtatshme me partnerin dhe debatet e ashpra do të shfaqen në disa raste. Ju beqarët duhet të ndryshoni mënyrën e joshjes, sepse nëse vazhdoni si tani, nuk do të arrini të realizoni asgjë. Në ambientin e punës do të përballeni me pengesa të shumta, veçanërisht nëse punoni në kompani private. Mos u mbështetni verbërisht tek askush. Në planin financiar duhet t'i vendosni vetes disa kufi për të stabilizuar situatën. Luani. Sot do të keni dëshirë të bëni shumë gjëra njëherësh dhe do të kërkoni që të gjitha kënaqësitë të jenë akoma më të forta. Do të hasni disa vështirësi, por ato nuk janë të pamundur. Nëse jeni në një marrëdhënie, dita është ideale për të folur për dashurinë dhe për ndjenjat e përbashkëta. Përgatitni një recetë të këndshme dhe surprizoni partnerin tuaj. Ai do t'ju blejë diçka që i keni shumë përzemërsisht. Ju beqarët do të ndiheni shumë të shpërqendruar. Do të keni disa takime, por nuk do të jeni të sigurt me cilin person të filloni një marrëdhënie. Në punë do të veproni me përgjegjësi dhe do t'i bëni ballë xhelozisë së disa kolegësh. Në planin financiar do të menaxhoni gjendjen në mënyrë të kontrolluar. Virgjëresha. Hëna do t'ju bëjë edhe më sharman gjatë kësaj dite, megjithse Mërkuri do të bllokojë komunikimin në familje në disa momente. Nëse jeni në një marrëdhënie, përpiquni të flisni hapur për çdo paqartësi me partnerin, duke mos lënë asgjë për nesër. Do të falni dhe do t'ju falet. Nëse jeni ende të vetmuar, ka mundësi të ndeshni një person që do të ndryshojë jetën tuaj në mënyrë të paimagjinueshme. Në punë, nuk do të jeni më të mirët, por do të kaloni përballimet me kolegët që ju kanë sharë. Për mirëqenien e financave, duhet të përkujdeseni pak më tepër. Peshorja. Sot do të hapni zemrën ndaj atyre që keni pranë dhe do të zgjidhni me qetësi çdo çështje të ndërlikuar. Vetëm në mbrëmje mund të lindë një debat i paparashikuar. Nëse jeni në një marrëdhënie, tregohuni më të ëmbël, romantik dhe shprehës në mënyrë që gjithçka të shkojë më mirë. Gjithmonë duhet të jepni, pa pritur vetëm të merrni. Ju beqarët do të takoni dikë që do t'ju bëjë të ndryshoni perspektivën. Në punë do të bëni më të mirën për të arritur objektivat, pavarësisht se disa kolegë mund të përpiqen t'ju pengojnë. Paratë do të jenë të mjaftueshme për nevojat tuaja. Akrepi. Klima yjore sot do të favorizojë bashkëpunimin dhe humorin, duke e bërë ditën e juaj të këndshme. Jeta sentimentale dhe miqësore do të jenë të bukura, duke ju mbushur zemrën me gëzim. Nëse jeni në një marrëdhënie, do të keni më shumë çaste intime dhe romantike. Në mbrëmje mund të shkoni në një party dhe do të argëtoheni si të çmendur. Ju beqarët do të kuptoni se keni shumë të përbashkëta me një mik dhe do të filloni ta shihni atë me një sy tjetër. Në punë, stresi mund të bëjë situatat më të vështira, por nuk duhet të dorëzoheni menjëherë.
Shpenzimet do të kryhen pa planifikim të mirë, por për fat gjendja financiare do të mbetet e mirë. Shigjetari, sot do të jeni të gatshëm të bëni gjithçka për të larguar mendimet negative dhe për të dhënë një fytyrë të re jetës suaj. Nëse jeni në një marrëdhënie, reflektimi dhe maturia e kohëve të fundit do të sjellin frytet e duhura. Do të ndiheni shumë mirë së bashku me partnerin dhe do të keni dëshira të përbashkëta. Nëse jeni vetëm, do të ndjeni etje për freski dhe egzotizëm. Gjithsesi, tregoni të arsyeshëm në mënyrë që të shmangni gabimet. Në punë, mendimet pozitive do t'ju ndihmojnë të kapërceni çdo sfidë të minutës së fundit. Vendosmëria do t'ju shtyjë të ecni përpara. Financat nuk do të jenë të shkëlqyera, por do të jenë të mjaftueshme për shpenzimet e nevojshme. Bricjapi, sot ka mundësi të ndikoheni nga disa persona që do t'ju shtyjnë në rrugë të gabuar. Sa më shpejt të distancoheni prej tyre, aq më mirë do të jetë. Nëse jeni në një marrëdhënie, përkushtohuni më shumë partnerit, sepse një problem profesional apo fizik mund ta bëjë atë të ketë nevojë për ju. Ju beqarët, ka rrezik të mos jeni të logjikshëm dhe të bëni gabime në zgjedhje sot. Në punë nuk do të hasni vështirësi të mëdha, por nuk do të arrini asnjë sukses më të madh se sa keni pasur. Në planin financiar, mos ndiqni këshillat e miqve, pasi do të mbeteni pa para. Mos jepni asnjë hua. Ujori, kjo ditë ka për të qenë shumë e bukur dhe me diell për ju. Gjërat do të marrin drejtimin e duhur në çdo fushë. Nëse jeni në një marrëdhënie, do të përjetoni mrekulli me partnerin, do të ndiheni në humor dhe do të përpiqeni të mos ndaheni asnjëherë. Marrëdhënia juaj do të jetë më e gjallë se kurrë. Edhe për ju beqarët, çdo gjë do të ecë si duhet. Do të pranohen ftesat që do të bëni dhe do të ndizet drita jeshile. Në punë do të merrni çdo gjë me entuziazëm dhe do të punoni me dëshirë. Keni për të arritur më shumë se sa keni menduar. Gjendja financiare do të favorizohet, megjithse duhet të shmangni shpenzimet e tepruara pasi parat mund të mbarohen. Peshqit, gjatë kësaj dite do të keni ide të turbullta dhe do të ndiheni të pasigurt për hapat që të ndërmerrni. Nëse jeni në një marrëdhënie, duhet të përpiqeni të jepni përgjigje pyetjeve që ju kanë lindur. Me xhelozi, duhet të bëni kujdes sepse ajo mund të sjellë mosmarrëveshje të forta. Ju beqarët, merrni kohë për të reflektuar para se të vendosni, pasi disa persona që vazhdoni të hasni do të jenë intrigues. Në punë, nuk do të hasni shumë vështirësi. Me hapa të ngadalta, do të afroheni me objektivat tuaja. Gjendja financiare nuk do të jetë e shkëlqyer, por as në gjendjen e keqe si më parë.